Vedat Muriqi do ta kërkojë largimin nga Majorka. Gjithnjë me pranë gigantit turk. Sulmuesi Vedat Muriqi pritet që të premten me 29 maj të takohet me drejtuesit e Majorkës, ku do t'ju bëjë kërkesë për t'u larguar. Fenerbahçe dhe Galatasaray kanë shprehur interesim të madh për yllin e Kosovës, i cili pritet të largohet nga skuadra spanjolle, meqense kjo e fundit ra në La Liga 2. Interesim për Muriqin faktikisht kanë shprehur disa skuadra, por dy rivalet e përbetuar turk kanë marrë hapat e parë. Në bazë të raportimeve të mediave turke, lojtari nga Prizreni tashmë ka refuzuar Galatasarayn, shkaku që dikur ishte pjesë e Fenerit. Fanatik raporton se Muriqi e ka bërë prioritet rikthimin te Fenerbahçe, ndërsa pritet i kërkojë Majorkës që ta zbresin çmimin në mënyrë që largimi të jetë më i lehtë. Vedat Muriqi do të takohet me menaxhmentin e Majorkës të premten. Futbollisti pritet ta kërkojë zbritjen e çmim për ta lehtësuar procesin e transferimit. Muriqi nuk e ka planuar ofertën e Galatasarayit dhe ka falenderuar klubin për interesimin, thuhet ndër të tjera në raportimin e mediumit turk. Ndërkohë, Muriqi kërkoi pak pushim pas një sezoni të komplikuar, prandaj edhe nuk është me Kosovën për ndeshjet miqësore të muajit qershor. Mirë po do të jetë i gatshëm në shtator kur të nisë edicioni i ri i Ligës së Kombeve.